Bashkimi Demokratik për Integrimi ka hedhur poshtë akuzat që ditëve të fundit po vinë në adresë të kësaj partie nga koalicioni Vlen, të cilët pretendojnë se Ali Ahmeti ka lidhje me rrjetin financiar serb. Zëdhënësi i partisë Arber Ademi ka quajtur shpifje dhe trillime këto akuza. Ai tha se BDI gjatë ekzistencës së saj nuk ka qenë asnjëherë pjesë e rrjeteve të huaja financiare apo vendore, e aq më pak pjesë e këtyre rrjeteve të cilët vinë nga regjime shtypëse ndaj shqiptarëve. Konkretisht, zonja Bujare Abazi, kryetare e Komisionit për Letra me Vlerë, më 10 shtator të këtij viti, ka lejuar depërtimin e bankës serbe, Alta Banka, në Maqedoni, duke ja mundësuar kësaj banke që të blej aksione. Pra këtë krim institucional, të cilët vetë ata e bëjnë, tentojnë t'ja veshin dikuj tjetër. Ka vull, ka firmë. Vulla dhe firma e Vlenit është për këtë tradhti që po ja bëjnë vendin në përgjithësi dhe shqiptarëve në veçanti. Ata vetë janë të kapur nga bota serbe dhe akuzojnë të tjerët për të njëjtën gjë. Mirë po, kjo nuk ka lënë. Ademi gjatë kësaj konference për media ka reaguar edhe në lidhje me mënyrën e shpërndarjes së mjeteve nga Kredia Hungareze. Sipas tij, qeveria po zhvillon politika diskriminuese ndaj shqiptarëve, duke i përjashtuar ata nga zhvillimi ekonomik i vendit. Ai tha se 250 milion euro kredi të subvencionuara nga shteti janë shpërndar për kompani maqedonase, ndërsa kompanitë shqiptare kanë përfituar thuajse zero.